Kthimi yt në qytetin e Pes, por tash si trajner. Po, është ndjenjë, emocion. Kam momentet të mira në këtë qytet, kam njerëz që më dojnë, kam njerëz që më respektojnë. Thjesht jam kthy diku 25 vite, 22-23 vite mbrapa, por kam vetëm fjalë të mira për këtë qytet dhe për njerëzit që jetojnë këtu dhe njerëzit që më respektojnë. Është ndryshe tash, si trajner, po sigurisht trajner i femrave, po fundit, kur e don një vend, është më mirë të jesh në një vend që e don se sa diku që nuk të pëlqen. Trajner, kur hyre në palestër, a tu kthy krejt komplet nostalgjia që ke pas si basketbollist? Po, definitivisht, i shiqoja tribunat dhe shiqoja parketin dhe me njera jo blitz memoria mu kthy në ato momentet kur me të vërtet basketbolli ka qenë pjedestal në çdo aspekt, jo vetëm në atë financiar, dhe Peja apo Dugaxhini atëhershëm ka qenë dominant në çdo aspekt gjithashtu. Po kjo është jeta vazhdon, duhet të ecë përpara, plakemi, vinë gjenerata të reja, vinë sende të reja, gjithçka ndryshon, mirë po ato janë gjërat që do të mbesin gjithmonë me mua.